Universiteti Fan Stylianoli në Korçë vazhdimisht ofron mundësi mobiliteti për studentët dhe stafin përmes programeve ndërkombëtare si Erasmus+, duke i ndihmuar ata të shkëmbejnë përvoja akademike dhe kulturore në universitete partnere. Mobilitetet studentore u japin mundësi të rinjve të studiojnë për një semestër ose më shumë në universitete të huaja, duke fituar njohuri të reja dhe duke zhvilluar aftësinë ndërkulturore. Mobilitetet e stafit akademik lejojnë pedagogët të japin leksione ose të marrin pjesë në trajnime jashtë vendit, duke sjellë një përvojë të re në universitet. Zyra e marrëdhënieve ndërkombëtare në universitet ndihmon në nominimin e studentëve, dërgimin e aplikimeve dhe monitorimin e ecurisë gjatë mobilitetit. Ne kemi partneritete me universitete të ndryshme në Evropë dhe jemi shumë pozitiv ndaj përfitimeve që stafi dhe studentët kanë nga këto mobilitete. Së fundmi kemi publikuar disa thirrje për mobilitet stafi dhe studentësh në Universitetin e Plovdivit. Gjithashtu kemi mundësi mobiliteti dhe në Universitetin e Letonisë dhe jemi në pritje edhe të publikimeve të tjera. Aktualisht disa prej studentëve tanë janë në mobilitet në Austri dhe po kalojnë një kohë shumë të vlefshme dhe shumë të frytshme me miq nga e gjithë bota. Studentët përfitojnë njohjen e krediteve dhe lëndëve pas kthimit në Universitetin Fanoli, rritjen e kompetencave profesionale dhe gjuhësore, si dhe mundësi për të krijuar jetë ndërkombëtare dhe për të ndërtuar një karrierë më të gjithanshme. Mobilitetet janë një urlidhse mes Universitetit Fanoli dhe botës akademike ndërkombëtare, duke i bërë studentët më të përgatitur për tregun global të punës.